Një numër i konsiderueshëm i taksistëve të furgonave që bëjnë transportin publik të udhëtarëve kanë problem me sjelljen. Shpejtësia e lartë e qarkullimit, zëri i lartë i muzikës, përdorimi i fjalëve banale dhe pirja e duhanit, brenda asaj hapësire të vogël, është ndëruar në shqetësim serios për të gjithë udhëtarët që nëpër ato dyer duhet të futen për çdo ditë. Një pjesë e madhe drejtuesve të furgonëve që sigurojnë transportin publik të udhëtarëve kanë problem me sjelljen e tyre, duke mos e përshtatur as pak të njëjtën me detyrën që kanë marrë përsipër ta bëjnë. Ajo që i karakterizon furgonët e tyre janë zëri i lartë i muzikës që po çment udhëtarët në moshë dhe pirja e duhanit njëkohësisht nga disa persona, gjendje kjo që bëhet e papërballueshme për jo duhanpirësit. Që situata të bëhet akoma më e rëndë, ata në bisedat që bëjnë me bashkëudhëtarët shajnë dhe përdorin fjalë banale, të cilat i vënë në siklet vajzat dhe gratë e ndershme, të cilat nga halli kanë zgjedhur udhtimin me furgon. Ndërkohë që të shumta janë rastet kur krijohen zënka dhe situata konfliktuoze mes drejtuesve të furgonëve, ku në raste të caktuara dhe grushtat nuk mungojnë. Të gjitha këto paraqesin shqetësime serioze për udhëtarët, të cilët shpesh parashtrojnë pyetjen se a thua vallë nga kush morën leje këta njerëz që të sigurojnë transportin e udhëtarëve, ndërkohë që sjellja e tyre as pak nuk i shkon për shtat punës që ata bëjnë. Është për t'u habitur se kjo ndodh tek disa taksistë që bëjnë transport publik ilegal dhe ndryshojnë rrugën, sa herë që marrin sinjal nga kolegët e tyre se policia gjendet në një pikë të caktuar kontrolli. Ndërsa për çdo lëvdat janë personat familjar që këtë lloj veprimtarie e zhvillojnë të licencuar. Ajo që udhëtarët i preokupon më shumti është edhe shpejtësia e madhe e qarkullimit që drejtuesit e furgonëve e bëjnë për të arritur të parët në stacion dhe për të radhitur për një udhtim të radhës. Nga ky aspekt ata duket sikur po bëjnë gara dhe jo detyrë të caktuar nga e cila po sigurojnë edhe bukën. Nga sektori punëve të brendshme Tetov thonë se nuk ka njohuri për rastet e këtilla, por përkujtojnë drejtuesit e furgonëve se nëse udhëtarët do të paraqesin në polici parregullsi të kësaj natyre, do të sanksionohen me ligj. Zëdhënësi sektorit të punëve të brendshme Tetov Marian Josifovski thotë se çdo qytetar ka të drejtë që të paraqesë ankesë për sjelljet e lartë përmendura, e cila më pas do të finalizohet me vërejtje me gjop apo paralajmërim me shkrim, si dhe padi private nëse ankuesi ndjehet seriozisht i ofenduar. Josifovski gjithashtu njofton se për sjellje të papëlqyeshme, bërtitje dhe qortime me të cilat thehet rendi dhe qetësia publike, ligji parasheh gjop në vlerë prej 100 deri më 400 euro. Ky është neni 4 i ligjit për rend dhe qetësi publike. Ndërkaq mos përshtatje e shpejtësisë me kushtet e rrugës ka qenë ndër shkaqet kryesore të aksidenteve që kanë ndodhur gjatë viteve të fundit. Andaj Josifovski apelon që drejtuesit e furgonëve të kenë më shumë kujdes në këtë pikë, sepse mbi të gjitha ata kanë obligime edhe më të madh sepse po bëjnë transportin e më tepër udhëtarëve. Në të kundërtën, padyshim se do të pasojnë procedura sanksionuese konform ligjit.